Seleksionimi bëhet me kujdes, që domatet të jenë me ato karakteristika që i don tregu i jashtëm. Në zbatimin e kushteve cilësore që kërkohen në kontratat e lidhura me firmet e huaja, edhe specialistët e alb kontrollit japin gjithë ndihmën e tyre. Dhe pasi ka përfunduar ky kontroll, fjalën e kanë punëtorët e ngarkim-shkarkimit, të cilët përpiqen që malli të transportohet në kohë dhe pa dëmtime, sado e largët që tjetë firma që i ka blerë. Për vlerat e tij ushqyese preferohet në tregjet e jashtme më shumë speci California, Laknasi, Vinder, ndërsa speci kapi po gjen përdorim të gjerë në konservim. Patatet e ershme që dallohen për sasirat mjaftueshme karbohidratesh, kryesisht në formë amidoni, vitamine C, kripra minerale të tjerë, rriten në krajina të ndryshme të vendit tonë. Mushmollët dhe qershit janë frutat e para që dalin në treg në pranverë, janë lajmëtarët e para të frutave të tjera. Vitet e fundit mjaft kodra janë veshur me blloqe të mëdha qershish nga varietetet më të mira, që shquhen për prodhim të shishëm. Kompostoja dhe resheli përgatitur nga këto qershi janë të një cilësie të lartë. Veçoritë e larmishme të klimës shqiptare e bëjnë rushin të piqet shpejt, të marrë ngjyrë të bukur, ëmbëlsirë të mjaftueshme, freski që jep një shije të mirë. Para se dërgohet për eksport, vajzat duarshkathta i seleksionojnë me kujdes. Kultivimi i rushit është një traditë e vjetër në Shqipëri. Kjo kulturë njihet mirë dhe përpunohet që prej kohës së ilirëve. Rushi kultivohet tani në të gjitha rrethet. Për këtë qëllim kodrat janë veshur me taranca ku jeshilojnë vreshta të varieteteve të njohura. Dhe tani një pyetje. Ç'mendojnë të huajt për rushin ton? Le të lëmë që t'i përgjigjet kësaj pyetje përfaqësuesi i firmës Al Continent të Hollandës, specialisti i vitikulturës Willem van des Hoven, që intervistuam në bllokun e madh të rushit të sektorit vjetkorriku të Lushnjës. Rushi i prodhuar në Shqipëri, po ky specialist, është i një cilësie të lartë, prandaj edhe preferohet nga konsumatorët tanë. Shalqini ëmbël dhe i shishëm 17 mermer dhe sugar baby. Ka filluar të kultivohet edhe lule shtrydhja. Në blloqet e mëdha të fiqve sigurohen fruta që ruajnë shijen karakteristike edhe kur përpunohen reçel ose komposto. Industria e konservave prodhon për eksport lloje reçelra dhe komposto fiku të varieteteve të ndryshme. Njësër ekonomisht bujësore përgatisin për eksport, fiq dhe rush të thatë. Për tregun e jashtëm, sigurohen qepujka dhe qep të thata nga varietetet më të mira. Agroeksporti, me qëllim që t'i përgjigjet gjithnjë më mirë kërkesave në rritje të tregut jashtëm, siguron edhe një gamë të gjerë perimesh e frutash të thata, në mënyrë të tillë që të ruajnë karakteristikat dhe vetit ushqyese, vitaminat dhe çdo gjë që ato kanë kur janë të freskëta. Vetëm nuk është kulti voglush, prandaj të vjen në ndihmë edhe shoku yt. Preshi i bardh i kasharit, i kultivuar në vendin ton, zihen lehtë. Kërcjelli i tij është i gjatë, ka pak gjete. Lakra e varietetit Bruxelles
ka filluar të pëlqejë tokën dhe klimën shqiptare, prandaj edhe jep rendiment të lartë. Për këtë lloj lakre edhe lakrën e bardhë të vendit, kërkesat nga tregu i jashtëm rriten vazhdimisht. Lule lakra, si një zambak i bardhë, kultivohet në shumë ekonomi bujqësore. Sallata është e shoqëruar me qepën, jo vetëm në kuzhinë, por edhe në fushë. Plantacionet e mëdha të agrumeve të ngritura gjatë rivjerës sonë, rendimenti i tyre i lartë, cilësia e mirë e portokalleve, limonave, mandarinave, të bindin se Shqipëria do të rritë vazhdimisht eksportin e tyre në sasi dhe asortiment. Këto toka që duken si të qëndisura, si një qilim shumë ngjyrësh, janë mbjellë me bloqe pemësh dhe perimesh, një pjesë të cilave janë të destinuara për eksport. Kur i sheh mollet e kuqe në mes të blerimit, në sfond qiellin e kaltërt, të duket se ke përpara një tablo të bukur, dhe kjo të shton dëshirën t'i shijosh. Si shtot një këngë popullore, ngjyrën e kuqe të tyre këto moll ja kanë dhuruar edhe vajzave që i rritin. Po, edhe nëse këtu kemi të bëjmë vetëm me një figurë poetike, një gjë është e vërtetë. Mollët e plantacioneve të dvoranit, zvirinës e të krajineve tjera shquhen për cilësinë e tyre të mirë. Gështenjat dhe urmat, dy fruta që njoftojnë se erdhi vjeshta, eksportohen të freskëta. Industria jonë përpunon një pjesë të mirë të këtyre frutave.